nga një ushtrim 5 sekondësh. Si mundet që të ndajmë rërën nga pluri? Thjesht me këtë magnetin, e marim të hop, triqet pluri e hekur të këti dhe rëra ngel në fund. Po hedh plur tani. Nëse do ishin magneti gjatë, do kishte atë formë. Ja pluri. Kjo bëshllëku në mes na tregon se aty është qendra e magnetit, është bosh. Sa më shumë të hedhim plur, aq më shumë tregohet ekzistenca e fushës magnetike. Pra fusha magnetike ekziston dhe për ta provuar këtë ja ku e kemi. Për mos thënë pasaj për fushën elektromagnetike të tokës që fillon nga Kanadaja dhe është në polin e jugut. Shiko si lëvizin grimca. Ka magnetin poshtë? Shikoj, se nuk e prek do se ma të reqë. Shiko si afroje kama. Shikoj si lëvizin. Qa më rekullia është. Ja, provoje, luaj, edhe fëmija letë luaj me ka gjës është. Ja, kryo, e lëviz andej, lëviz e këtej. Ja të bje këte, shiko të bje këtë magnetin tjetër. Shë qa do ndodhe tani. Shiko si formuan dy qendra. Një sekund, ta mblef të gjithin, ja. Pra, nëse do të bësh fizik, e t'jesh mësuese fizike, nuk kërkon shumë jetë. Një minimum do vetëm zemër ta bësh punën. Nuk ka, po s'pate zemër mos rikot në arsimik, meri testoj të gjithë mësuesit dhe rikrijon një sistem të ri arsimor, sepse jam shumë e gëzhgënjur nga arsimi. Për mënyrën se si e kam bërë, po ka shans fëmija të mërzitë nga ky eksperiment? Nuk ka shans. Ky eksperiment bëhet edhe në klasën e 5, edhe në klasën e 8. Nxënës të suksesshëm ke patur? Shumë nxënës. Që nga kanë vajtur në Harvard, në Oxford, nxënësit e mi, të cilët kanë marrë njohurit e mia me vete janë bazë, janë në Itali, kam një mjekë, një super, ka shpinë te kjo lagje, Vilma. Vilma është super mjekë në mes të Italisë, ka mbaruar në Romë. Pra ke patur shumë nxënës të mirë, ë? Ndërsa e fundit fare ishte ajo vajzë që po bisedonim, e quajnë Amarilda Koka, është në një familje me 5 me 6 fëmijë, me një rogë, edhe ajo, kur kanë bërë një projekt për satelitët artificial, e ndava klasën në grupe dhe asaj i vura titullin Vizionerët, grupi Vizionerë ishte me një 3-4 shokë të saj, edhe imagjino tani ajo punon në qendrën satelitore të Francës. Ka vajtur shkollë, ka vajtur në Strasbourg, ka bërë 2 vite shkollë. Bravo. Në Kanada i gjithandi dhe tani është atje është cyber. I thyem këtu, i vendosim këtu. Dhe ky është eksperimenti që na tregon? Ky eksperiment tregon për energjinë elektrike dhe elektromagnetike që krijon trupi i njeriut. Wow. I bëm si 2 çadra. Si 2 çadra të vogla. Se këtë kam hedhur është shumë jashtëzakonshëm si eksperiment. Ja, po e bëj këtu unë direkt. Po. Qa problemi ka? Ja. Lokët e mi janë të lara në mëngjes, janë të tara nga tharsja. Ja, kjo është fusha elektrostatike. Që parë pam fushën magnetike, tani kemi fushën elektrostatike. Pra ti? Ja, me një krarë. Fare, qa para ja hargjova unë me këta. Po qëfar i kam dhënë unë publikut me këtë gjë që kam bërë të rritet sociale? E kuptove pse unë kam 1 milion? Ja. 1 milion persona të 1 milion? Ore, brenda 24 ore u befasova, shtanga. S'po më zinte gjumë që apo ndodhë, thash, si u rëkullis këj algoritëm i të mërshëm. Ja. O njerëz, është shumë e thjeshtë. Jeta kjo është energji e gjitha. E gjitha është energji. E ja baras me mëcë katror. Si do t'i japim energji zemrës ta? Tani ta bëj me duar shpejt e shpejt. Atë që bëm me një trup të elektrizuar. Po. Për ta mbyllur. Për ta mbyllur. Kjo do t'i japësh pak energji dhe njerëzve ti ndërkohë që ti ndjek. E marrin, e merr hapësira, merr fusha kuantike, nuk ka gjë. Të na bëjnë, të na ndjekin, ë. Po të na ndjekin, ta provojnë në shtëpi ai. Bëj subscribe. Kush ta ndjeki këtë eksperiment në shtëpi? Po. Bëj subscribe edhe ju do merrni këtë energji, do e provoni vetë, kjo është e rëndësishme. Bëj subscribe të kanali YouTube-it Florigjini, like videos me Merin dhe lini komentin tuaj për personazhet vërtet që doni t'na tregoni. Kjo ishte Merigjini, ë? Mësuesja më e famshme në Shqipëri e fizikës. Jo, më e famshme se ka plot. E cila beson tek energjia, por beson dhe tek dashuria. Po ajo ekziston, Flori, jo se besoj unë, se kema thënë disa herë, ajo ekziston luku. Jepi. Forca. Atëherë nëse fërkojmë duart, energjia e zemrës është 40 herë me forcë energjia e trurit dhe nëse vemi në koherencë energjinë zemër-tru,
atëherë kjo energji shumë fishohet me 40 herë, siç u thash. Po. Kjo është tua. Çfarë do i bëjnë tani? Shumë mirë, ja, bravo Flori. A shikon që lëviz, një lloj sikur se lëviz me krarin tim, edhe duart e tua janë tik elektricitet, e ke gati në 20 deri në 30 volt. Wow. Sepse je 70% elektrolit, ke ngarkesa pozitive, jone pozitive dhe jone negative. Në momentin që ti fërkon duart, krijohet një fushë elektrike, elektrostatike dhe vepron me letrën e aluminit, e cila është përcjellse. Shumë e bukur. Merit, falenderoj shumë që ishe me mua sot në Real People. Vërtet jeni dashuri. Sigur ju kam nxënësit e mi, unë i kam më shumë se ju, gati. Edhe unë i përqafoj gjithë nxënësit e tu. Të gjithë nxënësit e mi kanë qenë mësues të mi, që më kanë bërë kjo që jam. Çfarë do t'ju thuash nxënësve tu? Ju dua, ecni pa frikë siç u kam mësuar unë. Ecni, guxoni, veç guxoni, mos rini të ndaluar stop, ndaloni, çlodhuni, por veç ecni përpara. Ecni përpara se është të puth Amarinda, të puth Klevi, të gjithve ju dua shumë. Ikta që sëra emocionove kot. Me emra dhe pa emra, s'ka rëndësi. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.